Balluku, Lubi Balluku, ka nxjerrë dhëmbët e kërcënimit ndaj Edi Ramës, të parit, por dhe të tjerëve me radhë. Burime të fshehta të Partisë Socialiste njoftojnë se në mbledhjen e zhvilluar në selinë e Partisë Socialiste, ku Edi Rama ka sulmuar skapin dhe ka mbrojtur Lubin, duke deklaruar se këto janë sulme kundër tij dhe partisë së tij, se Lubia është e pafajshme. Lubia vetë ka qenë egër dhe e pamshirë ndaj audiencës. Edhe në këtë mbledhje Lubia ka bërë të qartë se do u marrë me vete atë që i ka thënë Rams, ajo u ka thënë në mbledhje aty, ku eksponent më kryesor ishte përveç Ogertës edhe Plumbesha Spirogjoka. Lubia ka qenë shumë e egër në atë mbledhje. Ndaj dhe Rams ja ka bërë të qartë që absolutisht për çdo gjë që mund të avancoj do jesh ti kurban para meje. Sepse s'kam bërë gjë tjetër, vetëm kam zbatuar urdhrat e tua. I ka rikujtuar një moment, ndonë se miqësia e tyre ka qenë e pakufishme, është e njohur kjo. Besnikëria e tyre, detyra lojaliteti në bashki ka qenë i pakufishëm, ndaj dhe ajo është përblyer me atë post që ka marrë. Por përsëri ka rikujtuar. Mos lejo të përsëritet më, se s'do lejoj kur. Të kem fatin e gjyshit tim që u ekzekutua me firmën e babait tëm. Pra ja ka vu kufirin tek thana dhe ka dëshmuar se është e gatshme të fshi të gjitha miqësitë, të gjitha të shkuarën, në qoftë se Edi Rama guxon për një moment që për të shpëtuar veten të dorëzoj Lubin. Këto janë disa nga zhvillimet më të fundit. Ndërkohë, dita e hënë do t'jetë dita e fillimit parlamentit para kryeministrisë, të qytetarëve dhe parlamentarëve. Partia Demokratike ndërmerr tani një fillim të ri, një analizë të plot të gjendjes në vend, të situatës, të zgjedhjeve dhe ecën në bindjen më të thellë se diktatura autoritare e Edi Ramës, narkoshteti i tij, ose ndaj kësaj diktature narkoshtetit, ka vetëm një rrugë, protest dhe vetëm protest. Zoti Berisha, lidhur me ngjarjen e një dite më parë, ngjarjen e rëndë të ndodhur në Rinas, që duhet thënë për hir të vërtetës, nuk ka qenë e vetmja, duke marrë parasysh të gjitha ngjarjet kriminale që kanë ndodhur në muajt e fundit në vend. A do të kërkojë opozita të mbahet përgjegjësi, për shembull shkarkimin e ministrit të mbrojtjes Piro Vëngu apo të ministres së brendshme Koçiu, e cila një ditë më parë deklaroi në komision
se Shqipëria është një vend i sigurt. Faleminderit. Sigurisht që opozita do kërkojë, por dorëheqjen Pirovengut ja ka kërkuar edhe vetë Edi Rama. Po Pirovengu nuk ja fishklon Edi Ramës. Nuk ja pyesën aty më. Natyrisht, ne do kërkojmë. Do kërkojmë edhe dorëheqjen e menjëhershme të kësaj ministreshës, e cila është me probleme madhore. Dhe ne do kërkojmë largimin e saj. Natyrisht, nuk kam prova se kjo është e përfshirë në skenarin e ekzekutimit të Danit në vendin më të sigurt. Sa aty janë profesionistë të tjerë që hynë në ato organizime. Por mënyra se si reagon kjo dhe si sillet kjo e bën përgjegjëse për të gjithë këto dështime që ndodhin. E lidhur me platformën parlamentare që paralajmëruat se opozita do të nisë të hënën para kryeministrisë. A mund na jepni më tepër detaje se si do të jetë organizuar, do të jenë gjithë deputetët e Partisë Demokratike, të opozitës, do të ketë qytetarë, si do të jetë ajo? Do jenë deputet dhe qytetarë. Natyrisht, kjo është një kohë që Partia Demokratike është detyruar të punojë njëkohësisht në shumë plane. Ne do fillojmë tani takimet dhe analizat në çdo qelizë tonë. Deputetët do t'jenë edhe në platformë, edhe në komision dhe në parlament, do t'jenë dhe në takime me qytetarët. Pra, cila do t'jetë skedula, do bëhet dhe do të kombinohen me fjalë. Unë nuk mund të them se të gjithë deputetët do t'jenë aty, në rast se deputet kanë takimet të caktuara me elektoratin, përparësia absolute do ketë takim me elektoratin, dhe s'mund t'u devjojmë. Pra, ne tani jemi hedhur në një qëndrim, në një betejë të gjithanshme me regjimin. Zoti Berisha, po protesta do t'jenë të vazhdueshme, me qenë sekretarët e degëve dje kërkuan për të paktën për media, thanë se nuk do t'jetë thjesht një shëtitje në bulevard, por të jenë të vazhdueshme. Protestat kombëtare. Protesta kombëtare do përcaktohet skenari. Ajo do thirret momentin e duhur, fillimi është ky. Me këtë parlament protest para kryeministrisë, dhe pastaj do punohet për thirrjen e një proteste të përgjithshme, skenari i cili do përcaktohet. Faleminderit.